Halit Sahitaj I tregon prokurorit Allan Tiger se sipas Faik Imerit, ku do të përdoreshin këto miliona të kërkuara nga familja Hashim Thaqit edhe nga njerëz të tjerë, sepse në bazë të lumtimeve tona del që këta I kanë kërku para edhe ish komandantit të shquar të ushtrisë qlerimtare të Kosovës, Nasser Shalës, komandant Ftyres, I kanë kërku para Samil Ushtakut, plot të tjerëve. Pra, Halit Sahitaj spjegon në detaje se si do të përdoreshin të fondet zeza, kujt do t'i jepshin këto para, si do të pagueshin dëshmitarët e rrejshëm për të dëshmu pranë tribunalit në Hague. When you were here, sir, you explained to us that you were 100% sure about this information and it had been given to you, I believe you said, by trusted sources. Kur ishit tek ne, pra ju thatë që ju I qëndronit 100% këtyre informacioneve dhe thatë që këto informacione ju ishin dhënë nga burime të besuara. Do you stand by that, or do you say that it was just you were just told to say it by your CIA person? I qëndroni kësaj apo thjesht e thoni që kjo ishte thjesht informacion që ju tha që ta përçoni ky personi agenti CIA? Për mu, njërë është shumë I besueshëm një agent I CIA-s. Se mes mi pa besu, atina nuk isha ardhë deri në Hag, edhe shumë raste, shumë specifike kum ka fut ai mu. Tjera, si s'ka të bëj me Hag. So I believe that this CIA person is very trustful, because if I didn't think he was trustful, I wouldn't say this and I wouldn't give that information. And did the information you gave in October of 2020 come from a number of different sources or only from this CIA person? Only from the CIA, sir. Në 2020 erdhi nga disa burime apo nga vetëm nga CIA? Only from the CIA agent. I want to go back to something else you said that I didn't quite understand it before we go on. Dua t'i kthehem diçka që ndoshta se kuptova mirë që ta sqaroj, para se të vazhdojmë. Yes. You said something about the CIA agent telling you to contact Hashim Thaçi's family to get money to pay witnesses for black accounts. Ju përmendë diçka që CIA pra të çojë ty që të kontaktoje familjen Hashim Thaçit për të paguar para për në ato llogaritë zeza? Po. CIA. Po. CIA, yes, CIA told me that. The CIA agent. Okay, so do I understand correctly that you understood that these were people who were to be paid money provided by Hashim Thaçi's family in order not to provide evidence against Hashim Thaçi? Pra, ju e kuptoni këtë, pra që ju duhet I jepni të para këtyre personave që të domethënë dëshmitarëve që të mos dëshmonin kundër Hashim Thaçit. Këto të holla që më ka thonë mja lyp familjes të Hashim Thaçit janë kanë from black account, sepse prej asaj black account I paguajnë dëshmitarët. So this money that I was asked to generate for this black account, the idea was that the money in the black account should be paid for these people, should be used to pay these people. Edhe
Haga ka pas afër 800 milionëve shpenzime, and The Hague has had about 800 million in expenses. edhe jemi të ardhur në përfundim si personin duhet ta lëshojnë dhe neve na vyn domethën para për me mbluar shpenzimet. Edhe për çat arsye jam unë si agent sekret mu mbledh të holla për njerëzve, mi mbluar shpenzimet. And so this money were running out. So me as a secret agent should try to collect money in order to cover these expenses. Sepse ka ardhur fundi dhe njerëzit do t'i lëshojnë nga burgu se s'kan fakte. Because things are running out and people might be released because they don't have facts to keep them in. Dhe këtu mund ka lind dyshimi si son rregull diçka. Wait. Just. Mos harroni kanalin ton në YouTube me Milajm Zeken.